Dhe thot Ibn Abbasi se ditën e Arafatit është që Allahu Azza wa Jall e ka zbritën Ademin a.s. në Arafat, dhe Allahu Azza wa Jall nga korrizja Ademit i kanë nxjerrën të gjithë shpirtrat të cilët kanë me ekzistuar deri në ditën e gjykimit, dhe Allahu Azza wa Jall ditën e Arafatit në tokat e Arafatit Allahu Azza wa Jall ka marrë beslidhjen nga pasardhësit e Ademit a.s. duke ju drejtu me këtë fjalë si ka zbritën Kur'an. Ka thonë Allahu Azza wa Jall elestu bi rabbikum qalu bala, a nuk jam Zoti juaj, a nuk jam i vetmi që meritoj adhurimin? Të gjithë shpirtët e pohuan dhe e merën këtë bezatim, dhe kja është kuptimi si që ka thonë këto djetar. Ko thotë Allahu Azza wa Jall inna aradna al-amanah, ne ja këna paraqitën emanetin që e ka për qëllim imanin, islamin, na ja këna paraqitën kodrave tokës dhe qelit, mirë pa ato s'kan pas guxim që të bartin këtë emanet, e ka bartën njeriu nga se njeriu ka qenë i paditur, dhe është ai cili ka bo zullum vetës. Pra nëse don me qenë i ditur dhe nëse dëshiron me shpëtu vetën tonë nga akuza e padrejtësisë që i ke bo vetës tënde, doa dhuleo të ndërshëm gjatë këtyre 10 ditëve, na ta dëshmojmë dhe ta kalojmë këtë provim, ku Allahu Azza wa Jall ka morë besatim, dhe kja sekreti se haxhi është Arafat, si që ka thonë pejgamberi Allahut, ai që nuk qëndron një qast në Arafat nuk ka haxh leo të ndërshëm. A dini përse për çka këse haxhi lert misafir të Allahut Azza wa Jall i përgjigjen Allahut Azza wa Jall, jo përgjigjen dhe thirrjes e Ibrahimit a.s. dhe dalin në vendin e besatimit, qeri për të rinë në atë besatim që e kanë morë prej Zotit të tyre. Për ata thonë të pejgamberi Allahut se luqja me e mira shë luqja Arafatit. Ka thonë djetar që ka nën kupton me këtë fjalë, kur ka thonë pejgamberi Allahut se luqja me e mira luqja Arafatit, do të thotë që Allahu Azza wa Jall nuk pranon luqje dhe kërkesa ma shumë se sa ditën e Arafatit, dhe ka përputhet me transmetimin që e transmeton Imam Bukhariu nga Aisha, që thot Aisha radiallahu anha, ka thonë pejgamberi Allahut nuk ka ditë që Allahu Azza wa Jall liron qafa nga zjarmi xhenemit ma shumë se sa ditën e Arafatit. Nuk ka ditë që Allahu Azza wa Jall, nuk ka ditë që Allahu Azza wa Jall i ndëgjon kërkesat ma shumë se sa ditën e Arafatit. Dhe tha pejgamberi Allahut është afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, fjalën më të mirë gjatë ditë që kemi thënë ne dhe pejgamberët që kanë qenë para meje, ka qenë fjala e shahadetit la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kur e kanë pyetën Sufjan ibn Uyayna dhe i kanë thonën si ka kuptimin që ki hadith i pejgamberit Allahut, ku pejgamberi Allahut ka thonën doaja më e mirë a doaja Arafatit, dhe fjalën më të mirë që e kam thonë unë dhe pejgambert e më parshëm, fjala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndëgjoj me vëmendje për çka se ka me të bën dobi, që ne ka thonë imami i hadithit pejgamberit Allahut Sufjan ibn Uyayna, i cili ka thonë ai që preokupohet me këtë fjalë ditën e Arafatit dhe nuk i lutet Zotit vet, apo nuk din me ju lut Zotit vet, pra ajra ditë që nuk din me bë dua dhe shpeshton dhe thot këtë fjalë, fjalën e shahadetit la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ka
dëgjuar me një transmetim se thot Allah, unë do t'ja jap atë që e ka pas ndërmend ai me ma kërko, dhe do t'i jap ma shumë se e ka pas ndërmend me kërko, nga se ai atë dit është preokupu me shahadetin, dhe kja është koptimi hadithit pejgamberit Allah, si që ka thonë Sufjan ibn Uyejne. Pra u leo të ndërshëm ditën Arafatit, a dita kur i përtrihet imani në këtë ditë.